Mirë, jemi në ndeshjen Bardhazi, jemi live, rregulli i këtij emisioni është i heqim telefonat nga tavolinat, doktor Skerdi dhe doktori tjetër. Doktor Trepçe. Doktorat kanë Po, i heqim telefonat nga tavolina. Po. I heqim se ato Jemi live për respekt të gjithë atyre që na ndjekin, do të flasim, po të gjithë ndjekësve të Bardhazis, do të flasim për s'po flasim. Po, do të diskutojmë për të drejtat e pacientit me një super panel si gjithmonë. Profesor Dritan Trepçe, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve për tashmë ai është drejtues i urdhrit të mjekëve, pra është një shkallë më lart. Ishte pothuajse drejtues, por tani është drejtues plotësisht. Besoj barr më e rënd kjo. Faleminderit për ftesën. Rikthehet profesor Piro Prifti, mik i dashur i emisionit Bardhazi, ai është komplet Bardhazi dhe s'kam çfarë të them më shumë se kaq. Faleminderit që na ftuat. Ariola Sheri, avokate, mik e dashur e studios ton, ajo e di vetë se çfarë do mbroj, nuk i ndurim fare. Dhe rikthehet pas një mungese të gjatë, i famshmi, AMG-ja, ai që mund të zhndërojë një qenie njerëzore në një super qenie njerëzore, doktor Skerdi. Doktor Skerdi që në fakt është aq modest sa nuk thot unë, po thot klinika Kate, pra nuk thot jam unë. Pa normal, se ai e ka krijuar prandaj. Klinika Kate. Se njerëzit e tjerë sa dëgjojnë klinika Kate thonë është doktor Skerdi. Kjo është marifet i bukur, pëlqen si stil. Po e ka bërë kështu ufologji fare, ë? E ka bërë shumë ufologji, klinikën dentare. S'kam shkuar fare, kur do më çosh? U futa me punë ditësh. Atje është për të vënë dhëmbë kështu ajror nga ato kozmikët. Vetë atje dhe se kupton se ku je ngre, kokën thua ore, ç'është kjo galaksi këtu, nuk e kupton. E ka këtë, një defekt i vogël i doktor Skerdi. Në ndeshjen Bardhazi do të flasim për drejtën e pacientit. Kjo ka qenë një nga temat që këtë emision e ka shqetësuar gjithmonë. Jetojmë në një realitet ku shëndeti është problem, por bëhet edhe më problem kur e drejta e pacientit dhe e drejta e mjekut nuk gjen asnjëherë zgjidhjen e duhur. Kemi parë raste që mjekët janë rrahur, por kemi parë raste që gabimet në operacione në ndërhyrje kanë qenë fatale dhe nuk ka ndodhur asgjë, jo me mjekët, por edhe ndoshta me një lloj shkallë përgjegjëshmërie që duhet ishte pak më e lartë. Pra ekzistojnë të dyja kahet, apo jo avokate dashur. Kështu që ne këtu jemi për të folur dhe për të diskutuar. E kujt është e drejta në një rast kur Zoti bën ndonjëherë xhibla me shëndetin? Kur ndodh një situatë fatale, që mund të ndodhi çdo mjeku, apo jo doktor Prifti, mund të ndodhi çdo mjeku, sado i aftë mund të jetë, sado i specializuar, domethënë nuk ka është çështje fati ndonjëherë, nuk ka çështje vetëm profesioni, apo jo? E ke bërë pyetjen e vështirë shumë, po është e vërtetë që gjatë profesionit mjekut ka raste kur mund të bëhen gabime, po jo neglizhenca. Neglizhenca është tjetër gjë. S'ka patur dhe raste neglizhencash doktor se ajo duhet. Tani edhe mjekët nuk kanë qenë më të vlerësuarit, dhe kështu nuk duhet t'i bëjmë me faj që t'ju drejtojmë gisht. Sigurisht. Te urdhri i mjekut është ajo një parollë aty. Urdhri i mjekut për kujdesin ndaj pacientit. Domethënë që edhe urdhri i mjekut vetë e ka pjesën kryesore këtë drejtat e pacientit se sa për mjekun. Kjo është realisht mjekëve mbronte mjekët. Jo, mbron të dy palët. Për të drejtat e pacientit. Drejton mjekët dhe mbron pacientin. Pa ty janë mjekë të antarësuar të urdhri mjekut. Patjetër që janë mjekët të antarësuar. Është për gabim se duhet të antarësoheshin qytetarët. Jo, nuk është gabim, është. Po se si mbrohen të drejtat e qytetarëve në një vend ku antarësimi dhe antarët janë mjekë? E drejta e pacientit për të marrë shërbim mjekësor, cilësor në Republikën e Shqipërisë është mbrojtur me ligj të shëndetit. Po, ato e dim, po si zbatohet ai ligji pa? Atëherë, ai ligj zbatohet, urdhri një ndër organizmat që mbron të drejtën e pacientit për të marrë një shërbim cilësor është edhe urdhri i mjekut. Po. Pra, urdhrit mjekut janë prodhuar, si thua, kodi etikës dhe deontologjisë mjekësore, në cilën shprehet qartë që pacienti ka të drejtën e vet për t'u informuar për smundjen, për të marrë informacionin sa më të mirë, sa më cilësor, për të zgjedhur mjekun. Tani problematikën nuk e keni shmangur. Jeni koshient, besoj. Cila është problematika? Po se ka raste që janë bërë gabime fatale, doktor?
Po mos kishte rasti nuk do ekziston. Do të thënë pikë së pari doktor Skerdi, se ju mbase mendoni se doktor Skerdi është vetëm doktori i bukurive. Jo. Doktori është një anestezist i shkëlqyer njerë, që aty e ka nisur, dhe unë mendoj që ke profesioni juaj doktor, fillon përgjegjshmëria. Se ti po e le pacientin gjumë, ka kry hallaj, apo jo? Atëherë unë nuk mund të flej gjumë kur flej pacienti gjumë, do të rizgjuar. Si që tha doktor Tani... Se është një dozë më shumë që bën gabimin aty, e kupton? Pacienti ka të drejtën që të jetë i informuar dhe ne kemi si detyrim. Dhe mjekët përgjigjen jo vetëm për para ligjit, në Republikën e Shqipërisë, po dhe në shtetet e tjera, por përgjigjen edhe për para reguloreve të repta të urdhrit të mjekut. Po shikon njësoj ligji mjekët edhe i qytetarët këtu tek ne, ma thuaj të drejtën tani. Ti e jashtë sistemit spitalor. Ti ke një biznes të ndin edhe nuk të trëmbet syri, ta thua është vërtetën. Jo, trëmbet syri që s'kema punë. E njëta procedurë është edhe për privat. Flasim për para përgjegjshmërisë që quhet digaster, spital, domethënë ti ke iniciativën tënde dhe nuk është se varet. Licenca hiqet në mënyrë të njëjtë edhe privatit edhe shtetit. Neve para se të marrim në punë mjek, urdhri mjekut, kur i sjellëm nga jashtë, për shembull nga Italia, urdhri mjekut na kërkon një sër me dokumenta. Më shumë? Po, sigurisht më shumë, për të bërë njohjen e diplomës dhe regjistrimin tek urdhri mjekut. Midis këtyre është edhe një deklarat nga urdhri mjekut të Italisë, që ky njeri është i përgjegjshëm, i ndërgjegjshëm, good standing, e thonë. Kërkohet një deklarat certifikat penaliteti nga gjykata dhe një tjetër nga prokuroria. Për të qenë të sigurt, në maksimum, se 100% nuk është asnjëri i sigurt njeriu, në maksimum që ky mjek i huaj që vjen në Shqipëri përmbush disa kritere dhe disa standarde dhe janë vërtet të rrepta. Më beso. Tani, ligjin e kemi të mirë, apo jo? Patjetër. Ka shkelje të këtij ligji tani? Ajol? Shkelje nga cila anë? Nga të dy anët. Sepse pacientët ashtu si që kanë të drejtat e tyre. Dhe kush është më i pambrojturi? Jo, kush është më i pambrojturi në këtë mes? Tani thue, ke 3 mjetë, je ti ajo që mbron më shumë qytetarin, apo jo, pacientin? Pa diskutim, por organismat duke nisur që nga paketa legislative, duke nisur që nga urdhri i mjekut, janë krijuar jo vetëm për të kontrolluar të gjithë gamën e mjekëve që operojnë në Republikën e Shqipërisë, por gjithashtu dhe raste specifike që në fund të ditës, ashtu si që tha dhe doktori, disa gjëra janë të shkruara për të ndodhur ashtu. Dhe pse nuk ka, dhe pse nuk... As ma liqi, as i gjë. Po, ka patur problemin, nuk e di qa është kjo akull mes njush një shpiritualit të vërtetat troqnje. Jo, të vërtetat po e theme. Të vërtetat po e theme. Ti nuk po shpresh me zërin e qytetarëve, fare. Tani, ka patur raste që mjekët edhe kanë abuzuar në njërë me profesionin e tyre? Kjo është. Po pa tjetër, po ka pasur raste. Po si s'ka pasur? Ka patur raste dhe janë raste evidente, të cilat janë bërë dhe publike. Dhe atyre mjekë nuk është mbyllur klinika. Janë bërë dhe publike këto raste. Dhe janë futur në basë, do më thonë, në kuadrat, disa mjekë që s'kan pas fare të probleme. Kanë qënë më të sakt, apo jo? Mirë, tani ajo është klientelizëm pastaj, aty kalojmë në klientelizëm, mos të kalojmë, kjo është temë tjetër diskutimi. Nuk zbatohet ligji, do më thonë, ndrysh është ligji për Skerdin, ndrysh është ligji për doktor Prifti. Raste abuzive nga mjekët, pa diskutim që ka pasur, janë bërë evidente, janë bërë raste penale, janë marrë masat e duhura, sigurisht që dhe urdhri i mjekut pa diskutim që mban protokollin dhe urdhri i mjekut ka komisionet e vetë me shka, doktor, sa raste denoncime me shka? Ka patur raste abuzive, bërë një pyetje që me tërmend nuk, cilët janë rastet abuzive me cilat nuk është marrë, për shembull. Po ka patur shumë raste që për shembull ka ankesa. Gjatë një operacioni, a i ka hyrë të operoj stomakun, i ka plasur i gjë tjetër, do më thëmë. Gjëra që ndodhin janë këtu, ose... Nuk e, shiko, gabimi mjekësore ndodh, neglijenca mjekësore është e dënueshme, gabimi mjekësor është tjetër, pra në të gjitha ankesat që ju keni patur deri më sot, ma kupto pak drejt pyetjen, se nuk e kam të qëllimshme, në të gjitha ankesat që ju keni patur deri më sot, i keni patur si gabime mjekësore, apo kam patur dhe raste ku po t'ishte kujdesi më i madh? Me thënë të drejtën, ankesat më të shumta vjen si rezultati mos komunikimit mjek-pacient.
A, kjo është edhe më keq akoma. Pra, Mos komunikimi është një krizë e thellë besimi mes mjekut dhe pacientit. është edhe një diçka, të them edhe diçka. Kjo ndodh në shtet apo ndodh në privat? Se në privati... Po flasë për vetën time, për privati. Që aq shumë komunikoj, sa që edhe para së tyja këtu, më the e hiqet celularin, po komunikoja me njerëz. Po jemi live, ka rregulla kjo emision. Unë respektoj rregullat tua. Sepse edhe në Instagram unë përgjigjem të gjithë atyre që më shkruajnë. Për çdo gjë, pyesin për... I përgjigjesh vetë? Po, vetë, edhe asistentja ime. Në shumicën e rasteve përgjigjem vetë. Tani duhet të kesh parasysh edhe një diçka që sa do të komunikoj unë me ty që je intelektuale në fundit në fushën e mjekësisë, ty 99% të gjëra që të them nuk të hynë fare, jo më të hynë të dalin nga ana tjetër, ta them me zemër. Sepse në fundit unë jam mjek, vetëm universitet, kam për 18 vjetë, më beso. Kam për laureën, 2 specializime, doktoratën. Pra, të gjitha ato njohuri që unë kam akumuluar gjatë studimeve të mia, 1 e 2 gjatë eksperiencës time si mjek, në momenti që ti komunikoj, kur ti ke një profesion tjetër, nuk ke se si ti kuptosh. Edhe kur të flasë për problemin tënë, ti kuptosh të gjitha 100%. Për te i saj, kësot ne jetojmë në epokën digitale, ku është Google-i, është ChatGPT, është inteligencë artificiale, që shpjegimin më të madhë pacientët je marrin aty njerë dhe bëjnë si doktor. Bëjnë dhe kompetentin si doktor, Po edhe doktorët, që ose si drejtojnë Google-it, mjekët dhe ChatGPT, se inteligencë artificiale bëjnë gabim shumë të madhë, sepse ka informacione pa fund. Por, sot, pacienti mund të informohet shumë mirë online. Por prap, nuk arrit ta perceptojnë të detyrat dhe të drejtat e palëve. Atë që mjeku mund t'i thotë. Në tilla raste, nuk është vetëm mungesa e komunikimit, por mund të jetë edhe mos kuptimi. S'kerdi shko, që ta orientojmë të Jo, po një nga... Tani, a ka doktor që janë kasap? Që janë këthyrë në kasap, nuk janë më doktor, kanë hequr dorë në abetimi? Po sigurisht. Këtë po themi ne, sepse në momentin se unë, profesori me drejt thot që ka ankesa, dhe janë ankesa mos kuptimi. Po ka, unë shikoj për dit njerës që thonë që ma vrau fëmijën. Një sekund, sepse ti shok për dit, është e vërtet apo jo? Jo, shiko. Mjekut, gjithë për jesim ma vrau. Nuk janë që nga mjekun, është publiku që i ka godit mjekët. I ka rau. është e vërtet apo jo? Ndodhe edhe në Itali, po mi ma unë si jam të diskutuar në Itali. Shiko, të fëgasim Ka 2 gjëra, të gabimet mjekësore janë 2. Gabimet mjekësore që janë diskordanca majore, do më thënë që janë gabime që është në diagnozë, ka bërë gabim në diagnozë, dhe aji pacienti ka pësuar mund të pësuar dhe vdekje, ose mund të pësuar një pasoj. Ka dhe diskordanca minore, të cilat janë gabime mjekësore që nuk shkaktojnë vdekjen. Të ndodhin gjatë periudhës punës që bën një, mund të jenë të te i kaluara nga... Tani ka, jo një sekund, jo, mos e saktëso, i bëri këto gabimet, që i ka ndodhë mjekut? Shiko tani. Pritë se tani gabimet, a i mund t'i bëj se është dhe i lodhur, dhe i kërguar. Shiko, gabimi mjekësor nuk ndodhë vetë për fajt mjekut, ndodhë edhe për fajt të sistemit. Po ligji si e ka, zotri, nëse bëni gabim mjekësor, si e ka ligji? Ligji e ka që në qovë se mjeku kapet në gabim, ka disa masa ndëshkimore të mjekut, që fillon nga vretja, gjoba, dhe heqe një licencës nga 6 muaj dheri në 5 vjetë. Ka pas në njërë heqe licence? Ka patur për në periodat saktur. Kujt? Me rekomandim, nga lartë, për poshtë. Nuk e kam autorizimin për të gjitha... Po nuk ujë publike raste, sepse është qështja mbytjes të dhënave, është një nga të drejtat kryesore të pacientëve. Për post informimit dhe doktorit i flasi me atë gjuhë që pacienti e kupton, sepse doktori sa po tha që unë i themi flas, po këte i hynë, këte i dalin. Por, duhet kesh një gjë në konsiderat. Imagjino për ty. Duhet kesh një gjë në konsiderat. Mjeku e ka për detyrim që ta zgjedhi gjuhën e tillë që pacienti ta arrit ta kuptojë. Jo pacienti. Faj i këtij ligji është se nuk shikohet pacienti si pacient, po shikohet si klient. Mund t'ja tregoj. Pra, duke u parë si klient, jo, po ja këtu bëj përgjigje mua aty. Mos ta generalizojmë. Ornela, kundërshton se ti vetë ke thënë. Mos ta generalizojmë. Jo, po i generalizojmë situatën, sepse ato janë raste... Nuk shikohet si pacient, më shikohet si klient, të lutem tani. Po pra, po nuk duhet generalizu, po them, pa tjetër. Edhe ta pyes është skerdin sot, a thua është klienti?
Ja, është Si thua, është pacienti. Mirë, rasti rrallë. Po bëj përjashtim për të. Është klient i mundshëm për të bërë pacient. Ja, po marrë që. Atë ka ndodhur rast e ty që i ke thënë pacientit që jo, nuk do t'a bëjmë të ndërhyrje. Po, sigurisht që ka ndodhur. Po të tjerët se ja kanë bërë? Atere janë të gjithë material për urdhrin e mjekut. Dgjoj, është edhe një diçka tjetër, është edhe çështje këndvështrimi, ha? Jo, s'është çështje këndvështrimi. Çështje interesi për fitimin. Çështje është interesi. Fitimit keqen. Po pra, më lërë ta mbaroj. Po ku i gjete këta ti? Më lërë ta trego pak ti një dhomë. Ka këndvështrimi edhe ndaj fitimit, a kupton? Me lërës e fitimit të paras. Atëherë unë nuk ka shumë para, nuk e merë. E shikoj që ju e keni të keqin nga brenda? Ka operacion. Jo, kjo bën fjalë për privatin. Shiko, ka operacion. Neve nuk i marrim përsipër, sepse nuk dim t'i bëjmë. Dikush tjetër mund t'i bëjmë më mirë se ne. Një, ka operacione të tjera të cilat mund të mbarnin rrezik më të lartë sipas gjykimit tonë. Për dikë tjetër, ky rrezik nuk është shumë i lartë. Ka nevojë për konsult? Ka nevojë për konsult? Pastaj ka pacient që shpesh, më beso, të kërkojnë informacione, të kërkojnë që t'i bësh një konsult në Instagram. Edhe sot njeri më shkruajti, më dërgoj një foto, tha, si pas të është mi shuhuaj kjo, s'jam brenda hundës tënde që është mi shuhuaj. Kush është ajo hunda, po? A kupton? Po pra, shikon, do të thënë, e shef klient për pacient to be në të ardhën. Të përgjigje në Instagram. Po përdoret për të sulmuar mjekët nuk më pëlqen, edhe nga ana e medjave. Se e shikoj për ditë, prandaj po them. Shikoj sepse del në titrat e televizorit. Vdiq filan pacient në maternitet. Ama pacientët ndodh edhe vdesin, në spital ndodhin. Vdekjet do ndodhin edhe në spital. Po janë akuzuar mjekët drejt për drejt. Akuzohen sepse asnjëherë nuk ka qef kush. Mjeku ka përbërë shërbimin. Jo, shërbimin e mirë, jo vetëm shërbimin. Shërbimin brenda të gjithë parametrave. Shërbimin e mirë, dinjetoz, dhe atë që ka nevojë pacienti. Kanë ndodhur dhe do ndodhin. Je në krye të një urdhri që është shumë i rëndësishëm. Unë e kuptoj sa rëndësi ka dhe sa por që të bëhet një luftë. Po pse nuk e thoni troç që mjekët shqiptar, tani duhet ta thoni troç këtë gjë, që mjekët shqiptar, një, e para janë më të keq trajtuarit, më të papaguarit. S'kemi dalë të ajo pikë. Dhe, po ja faktu, po kjo është gjithë pasojë, gjithë kësaj gjëje. Sepse një mjek që e para njerë ka respektin dhe dignitetin e duhur, e dyta nuk korruptohet nga ato qindarkat, e treta nuk e përdor profesionin për përfitime, duke i shpikur dhe ndoshta smundje, se ka dhe shumë mjek që janë bosi fallxhor tani. Unë mendoj se ke këtë. Nuk duhet të përgjithëson. Po tani, po mirë pra mirë. Pra, unë them që mirë trajtimi do t'i zgjidhte të gjitha këto halle. Mirë trajtimi do t'i zgjidhte të gjitha profesioneve hallet. Se s'është vetëm bluzat të bardha që janë të diskriminuara, le të themi, në pjesën e pagesës dhe buxhetit. Që ka ngritur një model të vetin, ka mundësi që për komoditetin e vetë t'i thot dhe një pacienti që ty nuk të bëj, se për mua je risk i lartë, më shumë më vlen emri klinikës, apo jo, se sa ajo ndërhyrja që mund të të bëj ty. Në rast të parë më vlen jeta dhe shëndeti i pacientit. Do të them një rast, ndoshta e keni parë dhe në Instagram, se bëra edhe një video të një zonje e cilës dikush i kishte dhënë disa para, ishte varfër. Kishte nënë 3 fëmijëve ndarë nga 10 vjet nga burri i saj. Kishte ngelur edhe pas shtëpi sepse aty kur rinte me qira kishin nxjerr nga që e kishin shitur atë shtëpinë dhe pyeste mua, un kam fiksim hundën tani sepse e kam të madhe, ndoshta s'po gjej dot një partner prej hundës që kam. Çfarë ti bëj këto lek, më tha, të viti, po kishte kohë që më pyeste për hundën. Të viti bëj operacion hundë, tha, apo t'ja jap djalit të bëj një kurs apo të marrë një shtëpi tjetër të me këtë para, që diskuton më, i thash, fëmijët, i thash. Është kryesorja, po. Pra, në radhë të parë, ne kemi për detyrë që të mos dëmtojmë njeriun, pacientin, kupton? Kjo është parimi bazë i mjekësisë. Dhe të mos e dëmtosh, do të thosh jo vetëm nga ana fizike, kur të vjen se ka një sëmundje apo i diçka tjetër, pra të mos i agravosh sëmundjen e tij. Qartë. Por edhe nga ana mendore, sepse një njeri i cili ka 2 lekë që kanë rënë në dorë dhe Skerdi, bijem dakord që në për spitale private apo kudo të fucin në për analiza bëj këto, ndërkohë që ne kemi parë mjek të cilët janë shumë përgjegjshëm, profesori le të më kundërshtoj, të cilët ta kapin sëmundjen direkt, dhe thotë ju nuk ke nevojë të bësh kaq shumë gjëra, por ta Problemi që klienti pacienti, kjo është problemi. Pacienti apo klienti? Janë pjesë të sistemit tonë shëndetësor, i cili nuk është i përkryer, ka shumë mangësi,
sepse për shkak të disa elementeve të cilët nuk janë realizuar në kapitalizëm si që do të ishin bërë, për shembull, një nga mangësitë është pagesa, e cila ka shkaktuar që një pjesë e mirë e mjekëve të mirë të ikin jashtë shtetit dhe të shkojnë andej. E dyta është që sistemi jonë shëndetësor përfshi dhe universitetet, me fjalë publike, që kemi ka dhe universitetet private mjekësore, përgatisin mjek të cilët sot nuk janë të gjithë mjek të përgatitur mirë. Mund të jenë nga ta mjek që nuk janë përgatitur mirë. Kështu që duhen më shumë kohë në praktikë. Si do t'i respektoj të drejtat e pacientit, ai s'di për vete. Prit, ajo është pjesë e etikës. Problemi gabimeve mjekësore vijnë nga përgatitja e mirë ose jo e mjekut, nga eksperjenca e madhe e tij. Po më vjen edhe nga gjitha aparaturat, nga koana, njerëzit, se si ti vjen një doktor i 150 veta para derës, nuk ka kohë të marri fryme dhe nuk ka kohë të jetë objektiv, se do një kohë. Desha me thënë këtë gjë, që një pjesë e mjekëve që bëjnë ato gabime të mëdha, me fjalë diskordanca majore diagnostike, janë nga ato të pa përgatitur dhe duhen dënuar. Dënohen në përgjithësi. Kurse ato diskordancat minore, do më thënë që gabimet e vogla mjekësore, ato që nuk shkaktojnë vdekje, por janë bërë gabime për shkak të jo të neglizhencës, por për shkak të mjekimit edhe për shkak të vështirësisë komplikacion që ka smundja, aty nuk ka faj mjeku fare. Sepse ndodhin. Ndodhin nga shkak sepse smundja komplikohet dhe mund të shkojë drejt vdekjes, po jo për fajt mjekëve. Kurse, neglizhenca tek ne ka i problem tjetër, këto janë raste të rralla që ndodhin këne. Ka ndodhur vdekje edhe nga mjek shumë të dëgjuar që ju kanë vdekur pacient, ka ndodhur me, se këto janë gabimet mjekësore me diskordanca, të cilat ka ndodhur për disa arsye të cilat do t'i zgjidhë gjykata. Për shumë, ato gabime që shkaktojnë vdekje janë penalitete, qojnë gjykatë. Qojnë gjykatë dhe mund dënojnë ose jo. Pra duhet të arrim vetëm deri te vdekja, jo, edhe pasojat të tjera ka plot. Problemet e tjera që për cilat ankohet populli nuk janë këto. Problemet e tjera janë neglizhencat. Me fjalë, ai shkon për të vizituar i thot nuk kam kohë. Kjo është një neglizhencë. Duhet dënuar. Ose duhet hequr, tu do shkoj ke urdhri mjekut. E dyta, ai shkon aty e thot dua lek, sidomos ke kushtëzimi i dhënies shërbimit me lek. Kushtëzimi i dhënies tek shëndetësia publike bëhet fjalë. Ky është problem kene. Po pse edhe te privati ndonjëherë? Ke privati është gjë tjetër. Privati ka edhe pacient edhe klient. Pacienti është klient. Ai shkon ke privati, pa ai thot më jep lekët. Kurse këtu ke ne, që sepse këtu ka siguracione shëndetësore, cilat pacientët i paguajnë. Ama të lutem tani me këtë historinë e këtyre siguracioneve të lutem. Ky është problemi më i madh. Atë që thua ti është problemi më i madh që ka Shqipëria, sepse duke paguar me vite me radhë siguracione shëndetësore, njerëzit nuk kanë marrë shërbimin e duhur, sidomos kur kanë dalë pension. Ja ta pyes dritani, ti vetë ke ndonjë ankesë. Tani se marrim për shembull, unë mendoj që dhe shumë, ja, një sekondë. Unë mendoj që dhe shumë pacient, shumë njerëz të smur, ushtron një presion të panevojshëm mbi mjekun. Nisur nga ideja që mjeku nuk kujdeset. Pra, është Nisën me idenë që dojtë ta paguar, se po të paguava nuk... Jo, qëja tani mbushet me video pa fund. Ka video pa fund. Kërcënohen edhe mjekët aty, do më thënë, aji mjeku nuk mund të ripin sa ardoj që të video aji. Dalim në anën tjetër, ku shimbron mjekët. Të drejtat e mjekëve në këtë rast. Të drejtat e mjekëve, atë. Por ligji i urdhrit mjekut kështu është detyre mjekut për të bëjt pacientin. Edhe pacientin mbron edhe mjekut. Janë dy anë jetës mediale që mbrojnë dinitetin njerëzor. Po ti po futet në lojë prokuroria, çfarë i mbron ju? Atëherë, ne si urdhër mjeku kemi bërë për çapit tona edhe në kodin penal të mëparshëm, se pavarësisht tani po ndryshon dhe kemi bërë një dallim. Po cila është masa më ekstreme? Burg. Që ka burgë? Burgër. Masa apo pasoja? Vetëm pasojat janë. Po arrestojnë doktorët. Rastet e pasojave. Jo, nuk po arrestojnë doktorët, po dëmtohen nga ana morale, sepse po mba imazhi doktorit, sepse po dalin të pafajshëm. Të gjithë ato që janë arrestuar në fund kanë dalë të pafajshëm. Po, burgu ose... Nuk është ajo problemi. Problemi që ndron edhe tek sigurisht që pacientët në ardhjen e pasojave, ose dhe jo, nga një neglizhencë, nga një mjekimi pa kujdesshëm, nga një... Për mendimin tim, pacienti ka të drejtë të kërkojë shpërblim. Tani, në momentin që pacientit i ka ardhur një pasojë, apo familjarëve të pacientit, më përpara i drejtohen jetës së shqef, siç e tha Ornela, apo kamerave dhe mikrofonëve, se sa i drejtohen urdhrit të mjekut, që është organizmi i parë që duhet i drejtohen familjarët e pacientëve dhe pacientët. Në Shqipëri nuk punon asiguracioni profesional, nuk ekziston.
asiguracioni profesional për mjekët. Pra, gjatë një ndërhyrje, gjatë një egzaminimi, gjatë një mund të ndodhin komplikacione. Ndodhin komplikacione dhe patjetër që pacienti ka të drejtë të kërkojë një dëmshpërblim. Nuk po flasim për rastet madhore. Jo, edhe rastet normale. Nuk ka të drejtë ai se nëse pa diskutim. Nuk ka tash mjeku punon në kushtet e frikshme se është shumë e drejtë. Nuk ka asiguracion profesional mjeku që të mjeku punon në shtet dhe shteti duhet të përgjigjet për asiguracionin profesional të këtyre mjekëve. Jo, po ama ne kemi një legjislacion paket që ka dhe është një legjislacion për të gjithë ata që punojnë në administratën publike, kur që vërtetohet që faji është individual i mjekut, pa diskutim që pacienti ka të drejtë që dhe mjekun ta kundrejtoj kundrejtisht shpërblimit pësuar nga mjekimi pa kujdesshëm apo ardhja e pasojës. Po pra, po mjeku tu futet pastaj në pa mjekësia mbrojtëse. Po, tani mjekësia mbrojtëse duhet, kjo është një temë tjetër diskutimi, por ne i luftojmë këto fenomene. Mjekësia deri tani nuk ka futur këto avokatët mbrojtës të spitalit. Jo ka jurist, një fenomen tjetër në spital. Ariola, si do e luftojmë këtë fenomenin tjetër? Ka pa fund vajza gra që po hypin avionit në Stamboll, Itali, dhe në këto ngushtimet e stomakut, si që ishte rasti asaj biznesmenes italiane që humbi dhe jetën atje. Nuk ishte ngushtim stomaku, ishte liposucion. Liposucioni ishte. Thithje djamit. Thithje djamit që është diçka, as operacion nuk është, ka përshtypjen. Jo, është operacion, i bëhet me anestezi totale. Bëhet me anestezi totale, është i vështirë, dhe? Sepse varet shumë trend, në qoftë se ne shkonim ke doktori, ku na zite në i hall, tani po shkojmë ke doktori për bërë ca ndryshim për qef. Edhe gjem hallim. Edhe ke kirurgjia kozmetike, para se sa të futën salë të operacionit, mjeku që thakë që ka të drejta informoj pacientin për rrezikshmërinë edhe ai do firmosi. Pacienti firmos para edhe rrezik. Të drejtat themelore të gjithë pacientëve që do japin pëlqimin paraprak. Po nëse firmos dhe merr parasysh rreziqet që ja ka paraqitur filani atëherë konsenti informim ka fat një diçka. Janë të çështjet zotit këto. Ne kemi një profesion që ka aq shumë obligime, sa që nga njëherë dhe thënë vë duart në kokë. Të marë si shembull, që ose do të shkojmë të shohim ca statistika, vdesin më tepër njerëz nga aksidentet automobilistike, se sa njerëz që bëjnë liposucion chirurgjikale. Tani, ti kur hyr për një taksie, firmos në një konsensus që mund bësh ndonjë aksident dhe të vdesësh në rrugë. Jo, po vorripin. Okej, po së zhit pun rripin. Së zhit pun rripin, tani ajo është siguria në taksi. Po pra, po ti nuk firmos aty që edhe mund të vdesësh nga një aksident. Në taksi mund të vdesësh. Kurse, dhe vdesin më tepër nga aksidente rrugore, shumë më tepër, se sa nga to që mund të vdesin. Po nuk bëhet ka shumë zhurmë. Nuk është se shumë, po marrë një paralelizm të duket absurd. Është një paralelizm absurd. Doktor, duke firmosur nuk heq përgjegjësinë e mjekut, jo. Qofse ti firmos një konsensus ti formore, unë të them, do të thënë që në klinikën tonë është 22 faqe, si kem bo vetë. Po si u dalin legët për të pritur letrat? Po, i primtojnë, bë pjesë tek puna jo. Dhe ua shpjegojmë, ua dërgojmë edhe me email një 2 ditë para pacientëve që ta lexojnë edhe kur vjen po nuk e lexojnë fare. Dhe kush e faqe fundit thonë? Po gjithë e ke bërë ti çfarë do ta lexojnë ata? Po atëherë, kur vjen puna, ti do fitosh me atë. Ne e informojmë. Ky është detyrimi ynë, është e drejta e tij të vendosë nëse do ta bëj apo do ta bëjë ndryshimin kirurgjikale, brenda kushteve, do të thënë që është për të realizuar një rezultat maksimal, po flas për estetikën, po kjo është më gjë në çdo lloj. Doktor Skerdi, shko se ne asnjës po, do të thënë kisha mirë kur i kisha çekiçin se kam tani. Tani është shumë po e them shkoqur fare. Para ca ditësh u vra një gjyqtar në sallë. Gjithë publiku shqiptar u ngrit dhe tha, mirë ja bën. Ç'është kjo urrejtje që ka ndaj sistemit të drejtësisë? Ka një bazë? Është e sajuar? E njëjta gjë është dhe me mjekët. Pra, të tërë thonë, pra nuk thot njeri që vdiq sepse ca njerëz janë të smurë dhe mund të vdes. Nuk e thot njeri fare. Të tërë thonë, mjekët vdekshin, vrafshin, pra, ekziston një krizë besimi e madhe. Tani kjo kriza e besimit. Kush e shkaktoi dhe si dhe që? Këtë të diskutojmë. Se janë jo neni, jo pika, jo pika, jo. Ore këtu njerëzit nuk kanë besim të doktorët. Kjo është gjë e madhe. Po e ta thash në fillim që është sistemi shëndetësor që është defektos. Nuk është rregulluar për 35 vjet. Tani po përpiqen, po prapë është shumë keq. Pse është keq? Sepse në shumë raste mungon për shumë menaxhimi profesional i spitaleve publike.
Problemi është ke spitalet publike. Mungon që të infrastruktura, Nuk doktor. është ke spitalet private. Sepse ata kur i kanë pacientët keq i sjellin ke QSU-ja, i sjellin ke spitali universitar. Aty përplasen gjithë. Problemi është që shteti jonë ka bën një gabim të madh, sepse po i kthen spitalet publike në spitale private, duke i lejuar me fjalë sistemin tonë shëndetësor, ti drejtohet për çdo rast, o të paguaj në dorë, o të paguaj analizat, sepse nuk ka analiza shtetërore publike që të bëjmë. Për vetë se qendra shëndetësore të cilat janë të vogla. Atëre inati njerëzve nuk ka pse të kanalizohet te doktori apo te tjetri? Sepse ka vënë ministra dhe kanë vënë si hierarki të administratës shtetërore. Defektet e sistemit s'ka pse t'i mbajnë mjeku. Këtë duhet të them. Defekte sistemi nuk duhet t'i mbajnë mjeku. Sistemi pra gjithmonë ka gabime sistemi. Është pacienti që vuan. Është pacienti, po për defektet e sistemit, hajde të rregullojmë sistemin shëndetësor, po jo të godasim mjeku. Propozoni një sistem shëndetësor. Ja, jemi këtu në studio dhe kjo studio për këtë është mbajtur, gjithmonë ka bërë profeci që edhe ka ndalë ndonjëherë. Propozojmë një sistem shëndetësor, cili mund të jetë ai sistem shëndetësor që edhe mjeku të jetë në rregull dhe pacienti të jetë në rregull. Nuk ka sistem përsosur shëndetësor, po ka një gjë që tu të ne mungojnë. Të ne mungon. E para aty do t'i bësh, o do t'jenë spitale publike, o do t'i bësh private dhe ato. Por ama ka një gjë tjetër që ne na mungon, sepse sistemi rimbursimit, imbulimit me rimbursim, është bërë vetëm për sistemin parësor. Për sistemin parësor, i cili ka vetëm vizitat, ka ilaçet e rimbursuara, ka dhe disa analizat caktuar. Mos t'i futemi vertikalisht dhe ati sistemi, se dhe aji është i kalbur, dhe aji i rimbursimit. Kurse sistemi spitalor nuk është imbuluar. Nuk është mbuluar fare, biles. Edhe këtu është defekti kompleti i shtetit, i cili nuk ka investuar ato para për ato. Për shembull, GDP-ja e 2024-ës është 3% akoma për shëndetësim. 3%. Thanë që do ishte 4.5%, praktikisht është 3%. Është shumë e dobët. E dyta, ka probleme që, me fjalë, shumica dërmuese e popullatës paguan një sigurim shëndetësor të vogël. Por ama, ai i vogli, kur bëhet 50 vjetë punë, nuk është i vogël më. Si thaj për ato, 5 franga, apo nuk janë të qelpë të ato. Këto duhet aktivizuar kartë e shëndetit, që pacientit të shkoj aty dhe të mos paguaj gjë. Të paguaj në përmjet, si që kanë edhe Italia, si që kanë edhe të tja. Me fjarë, ne nuk e kemi bërë atë. Po Italia ka sistemin më të mirë shëndetësor, prandaj shkoj gjithë shteti në faliment, sepse ka sistemin më të mirë. Një sekund, doktor, pse është rëmuj? Sepse nuk ka shëndetësi falas, se tani uniste dhe o ministre e shkret, po e tregote, po ajo e shkret a gjonafa. Një sekund. Po lëmsh me atë fjali që po tregote. Shërbimi mund tjetë falas, shëndetësi falas nuk. Shiko, nuk themi falas. Ajo është një propagandë që ju të gjithë besoj se keni të qartë atë pjesë. Unë, për mendimin tim, problematika kryesore është sistemi. Ashtu si që paralelizove dhe me sistemin e drejtësisë. Së pari njerë, shteti jonë shqiptar, jemi në atë pikë që individi punon për shtetin dhe jo shteti për individin. Dhe këtu është problematika aja dhe zhëja e gjithë prishjes të sistemeve apo mos funksionimit të sistemeve. Ne s'kemi infrastrukturë. Ne s'kemi, pse duhet kemi një aeroport të dytne apo të tretë në Vlorë, që vajtës i vajti, ndërkohë që hidha të investim të sistemi shëndetësisë, hidhe të sistemi drejtësisë, qytetarit të marri mjekimin e duhur në kohë reale dhe ashtu si duhet, të marri drejtësi në kohë reale dhe ashtu si duhet, të drejtat e veta, dhe ja ku rregullojnë gjërat. Pra sistemet duen ndryshuar. Po, unë dhe kisha këtë të kjo, dakor, dhe shumë e drejtë. Po, me që se jemi në ndeshje, ke penaltin për të gjuajtur, profesor. Gjuaj penaltin, se jemi në fund. Ke sistemi shëndetësor, ka i problem shumë të madh tani. Për shembull, janë bërë këto PPP, partneriteti publik-privat. Edhe është bërë për arsye sepse shteti nuk e financon dot një specialitet të dhënë për të bërë, për shembull, dhe ka thirrur privati për ta ndihmuar. Por, gjatë këtyre viteve shteti gjë e tillë që, me fjalë, shteti shton buxhetin në një kohë që pikërisht për të mos shtuar buxhetin është bërë PPP-ja. Duke shtuar buxhetin, ai e çon një pjesë të parave të buxhetit të shëndetësisë e çon ke privati, nuk e çon ke pacienti, ke ndihma që do t'i japin asaj. Kështu që në shumë raste, këto PPP duen pezulluar, jo ndaluar, po pezulluar që të shikohet, ore, qasë po shkon mirë tu, pse po harxojmë ne më shumë
në i kohë që e bën për të kursyer. Profesor, sa i rëndësishëm është mjeku? Mjeku është në rast parë është primari në këtë rast edhe rëndësia e tij është e padiskutueshme. Problemi është që duke qenë një sistem defektos, mjeku t'i bie barra e përgjegjësisë private nga shkaku sepse pacienti nuk përplaset me sistemin, përplaset me mjekun edhe me infermierin. Kështu që ose ai nuk ja bën mirë ose nuk i sillet mirë, nuk komunikon mirë, sepse ka dhe mjek që jo të rregull, atëherë ai thotë, ky është i keq. Nuk thotë për sistemin që është keq. Arioli. Në fakt është sistemi i keq. Penalltia. Po, unë sapo e thash edhe më lart, jemi në atë pikë që individi punon për shtetin, dhe sa po e tha dhe doktori që kemi rastet të PPP-ve që shkon të privati dhe nuk shkon dhe investon tek publiku, sepse privatit ja merr përsëri dhe gjitha të investim që ka bërë, por unë mendoj që të gjitha, doktori pa diskutim që është në çdo familje, doktori është një person i besuar, i cili duhet jetë aty për çdo rast, për çdo nevojë. Dhe pa diskutim që dhe pacientët kanë të drejtat e tyre, që i kanë të legjitimuara dhe në paketën ligjore që ne e kemi dhe mirë kemi që e kemi. Edhe është e rregull, shumë e mirë. Edhe është shumë e mirë. Por, problematika qëndron gjithmonë te sistemi. Sistemet, mendoj që të gjitha sistemet, ashtu si që referova, apo e paralelizova dhe me sistemin e drejtësisë, sado që të themi ne që jemi në kapitalizëm, po përafrohemi me legislacionin evropian, po i mundohemi të rregullojmë, ato ngelen sisteme të kalbëzuara. Edhe një shtesë për këtë, se e kisha shumë drejtë. Me fjalë, si që ndodhi në drejtësi për fat keq për vrasjen aty gjykatësit, me fjalë, të meta që ka sistem gjyqësor, i hëngri ai që vdiq. Një individ. Edhe këtu ke ne në mjekësi, të metat e sistemi shëndetësor i pëson ngarkohet me përgjegjësi mjeku që të cilat nuk i ka. Profesor Dritani? Atëherë, ajo që doja të thoja është që duhet punojmë gjithë së bashku edhe ju si mediat, që të rrisim besimin e publikut të mjeku, sidomos. Një besim i thyer mes mjekut dhe pacientit është mjaft i dëmshëm për... Kryesori është të vinë tek ju për problemet që kanë, të drejtojnë edhe te urdhërmjeku. Patjetër që ekzistojnë. është një trekëndsh që ka 3 brinj. Njëra është personeli shëndetësor, mjeku, infermieri, ai që përballet me pacientin ditë për ditë. Tjetra është sistemi në vetvete përfshirë edhe mjekun edhe personeli shëndetësor brenda, pra struktura spitalore, investimit që bën, që nuk varet nga mjeku i shkretë. Kupton, mjeku është pjesë e asaj gjës aty. Është edhe pacienti, i cili merr shërbimin. Tani, këto të 3 duhet bashkohen bashkë të bëjnë drejtkëndshin. Por nga njëherë, një brinj qëndron atje, një qëndron këtej, një qëndron nga ana tjetër, nuk bashkohen bashkë, nuk bën drejtkëndshin dhe nuk funksionon gjëja. Dhe pastaj fillon pacienti që merr shërbimin është i pakënaqur, ja përplas mjekut atë inatin e vet, sa me atë dollet përballë, apo me infermier apo kushdo. Nuk më dha shërbimin se dol. Po, jo po i dhash paratë, ose më dha shërbimin 1.1 gjëra. Mjeku i shkret ndodhet mes trusnisë së pacientit dhe trusnisë së sistemit që mungojnë banat, i mungojnë reparti, i mungojnë pajisjet në sallë të operacionit dhe shumë gjëra të tjera të cilat nuk janë të thjeshta sepse janë edhe kostot e larta. Unë jam në privat dhe e di se sa kemi investuar për të arritur një lloj shërbimi, nuk janë kostot të ulta, po besoni. Janë kostot shumë të larta. Po penalltia ime është shumë e thjeshtë. Unë dhe Ornela kemi njohur mjek të mrekullueshëm. Biem dakord, Ornel? Mjek të shkëlqyer, të jashtëzakonshëm që kanë shpëtuar mijëra jetë njerëzish. Ashtu sikurse dim dhe histori, kur mjekët i kanë kthyer pacientët e tyre në bankomat. I dim edhe këto histori. Pra janë në atë dheun tonë që kanë ndodhur. Po për mua problemi më i madh është kjo sasia gjigande e letrave që duhet bëj një individ që ka një problem. Do ti ke një hall, të dhëm një gjë, dhe në vend të merresh me atë gjë që të dhëmë thosh kap një letër këtu, çoj atje, merr letrën këtu, çoj atje, merr letrën këtu. Burokracia. Hyre dile fut kati par, kati dy shkopur ver vul kati. Prap dolet e sistemi. Të gjitha këto janë çoroditje për të çoroditur njerëzit. Ky është mendimi im. Shiko, sistemi E kemi mbyllur, do vim prap. Do të flasim sërish, mirë, do të shkojmë në publicitet dhe ju pres këtu në studio në akuzë.